Serat u mbytëm edhe njërën përpara në nëntor, në data 20 nëntor, që ishte në prodhim. Pastaj herën e dytë u mbytëm në 11 janar. Edhe serat I kemi mbjellë me sforca para 2 javësh. Kemi bërë disa punime që kemi arritur të fitojnë 2 javë kohë. A kishte ndonjë humbje të madhe në momentin që ju u përmbytët për së dyti? Sigurisht humbja e fidanit, humbja e kohës në treg, përgatitja e tokës, plerimet bazë, është gjitha e punë që bëhet derisa të arrish të përfundosh mbjelljen. Fidani që ju keni mbjellur, është fidani përzgjedhur dhe ju dilni shpejt në prodhim? Unë kam mbjell të njëjtat gjëra, siç kam pasur mbjelljet që isha në ditët e para të janarit, të njëjtat mbjellje kam bërë respektivisht në secilat serë. A e keni ndjerë ndihmën e shtetit? Kam bërë verifikime nga drejtoria e bujqësisë edhe nga drejtoria e bujqësisë edhe nga bashkia edhe nga drejtoria e Berat. Kam bërë verifikime në të dyja rastet, por nuk kemi marrë akoma në ndihmë konkrete. A jeni ju pjesë e Impardit për përfituar subvencionime në lidhje me investimin që keni rreth në ndylym sera? Po, një nga serat unë e kam ndërtuar vetë, kurse tjetrën serën në krah jam përfituesi I Impardit. A do të kishit ju në një mesazh të fortë për institucionet e shtetit dhe për fermerët? Sigurisht mesazhi nuk është mesazh I fortë, një mesazh krejt natyrshëm që do të jenë sa më si thua në tim në fokus të tyre që të na mbështesin qoftë për të kompensuar dëmin që na u bë nga përmbytjet, po edhe të vazhdojnë mbështetja financiare për investimet tjera në bujqësi. A është problem për ju si fermer në krahun e punës? Sigurisht kemi ndjejmë mungesën e fuqisë punëtore, po e përballojmë me një organizim të mirë dhe duke u përshtatur dhe sipas modelit të fuqisë punëtore që kemi, ja kemi dalë deri tani.